Shqipëria po shfaqet gjithmonë e më shumë në hartën e turizmit të kroqerave, por ky potencial ende nuk po shndrohet në përfitime reale për vendin. Në 5 vitet e fundit, 186 anije turistike janë ankoruar në Sarandë, Durrës dhe Vlorë, me Sarandën në krye të fluksit dhe Durrësin që po përgatitet me investimet e reja. Por shumica e turistëve ndalojnë vetëm për pak orë, pa ndikuar ndjeshëm në ekonominë lokale. Bizneset janë ende të papregatitura, stafi shpesh i pakualifikuar dhe mungojnë ofertat që i mbajnë vizitorët më gjatë. Për të përfituar realisht, Shqipëria duhet të kthehet nga një portë ndalese në një portë destinacioni, ku turistët të qëndrojnë, të konsumojnë dhe të eksplorojnë. Kjo kërkon investime serioze në porte dhe infrastrukturë, një strategji kombëtare dhe afatgjatë, përfshirjen e komuniteteve me produkte, kujta dhe shërbime autentike.